Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Një seancë të vetme deputetët e Kosovës konstituan kuvendin me të gjitha strukturat e tij dhe kabinetin e ri qeveritar. Me 66 vota pro, 24 kundër dhe 8 abstenime, Albulena Axhiu zgjodh kryetare e kuvendit. Për kanë votuar 66 deputet, kundër kanë dhënë votën 44 deputet dhe 8 të tjerë kanë abstenuar. Konstatoj se kuvendi zgjodhi deputeten Albulena Axhiu për kryetare të kuvendit të Republikës së Kosovës. Kundër Axhiut votuan Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa abstenoi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pas konstituimit të kuvendit, si shumicë qeverisë, lëvizja vetëvendosur miratoi kandidaturën e Albin Kurtit si kryeministër. Pro ti votuan 66 deputet, 49 kundër dhe asnjë abstenim. Konstatoj se me 66 vota për, 29 vota kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Nga foltoria e kuvendit, Albin Kurti vlerësoi se në 5 vitet e fundit ka ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë. Parashikimi i tij është se këtë vit produkti vendor do të arrijë 12 miliardë euro, ndërsa vlerësoi se rritja ekonomike nuk është mbajtur në shtet, por është përndarë në shoqëri, ndërsa nuk munguan me këtë rast dhe kritikat ndaj zyrës së prokurorisë speciale për dënim me 45 vjet burg për ish-krerët të UÇK-s. Sipas tij, barazimi mes drejtuesve të UÇK-s me regjimin genocidal është i paqëndrueshëm dhe shtrembërim faktik dhe historik. Kuvendi i Kosovës miratoi dhe kabinetin e ri të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, si numri 2 i qeverisë u caktua Glau Konjusa. Ai mori detyrën si zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm dhe i diasporës. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë është caktuar Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim është Fikrim Damka. Ministri i financave Hekuran Murati. Ministër për punë, familje dhe vlera të luftës çlirimtare Andin Hoti. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonsi, Ministri i Punëve të Brendshme Xhelar Zveçla, i Administratës dhe Digitalizimit Lulzon Axhiu, i Shëndetësisë Arben Vitia, i Arsimit dhe Shkencës Hajrullah Çeku, Ministri e Kulturës dhe Turizmit Sarando Bukujevsi, Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi, i Sportit dhe Rinisë Blerim Gashani, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli, i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Armend Muja, Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha, Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusari Lila, Ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli dhe Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenada Raqiq, ndërsa Ministri për Zhvillim Rajonal Rasim Demiri. Miratimi i kabinetit të ri qeveritar në Kosovë prit me kritika nga kryetari i Lidhjes Demokratike. Para deputetëve, ai vlerësoi se sot kemi nevojë për të qëndruar jo përballë një qeverie të zakonshme, por përballë një pushteti që i ka të gjithë numrat, institucionet dhe mjetet. Dhe sipas tij mbi të gjitha përvojën në zymt të 5 viteve të shkuara me fjalë shumë e pak rezultate. Me këtë rast, Abdexhiku tha se duhet të jenë të pa kompromis në kapjen e shtetit dhe luftën ndaj korrupsionit, në ruajtjen e rendit kushtetues dhe orientimin euroatlantik të vendit. Kushtetua jo nuk është tekst për nevoja ditore, por është kontrata që e mban Kosovën të Bashkuar. Shkeljet e kushtetutës janë shkelje të gjithçkaje, për cilën ne ekzistojmë si Lidhje Demokratike e Kosovës. Kur nuk e mbrojmë thelbin e besimit tonë politik, nuk kemi pse të ekzistojmë politikisht. Prandaj duhet ta mbrojmë kushtetutën me çdo çmim. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi panoramën e ofruar nga Albin Kurti për qeverisjen e 5 viteve të fundit. Sipas Tahirit, Kurti ofroi një kabinet qeveritari, i cili ishte i përmasave të një shteti të sakinës prej 21 antarësh. Në emër të grupit parlamentar të Aleancës, Tahiri premtoi se do mbështesin çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a janë apo jo votat. Zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri e sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a ju duan as ju duan votat tona, ne do ta mbështesim. Ne po do të jemi këtu me këta numrat që jemi, me ju ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë
dhe është kundër qytetarëve të Kosovës, kundër interesit publik dhe është në funksion vetëm të fuqisë tuaj politike, që ju edhe me drejt mundi me festue, me manifestue, po mos harroni që në këtë ditë jem mas një viti blokad e cila i ka kushtu Kosovës me qindra miliona humbje, me një apatit madhe dhe me një ikje qytetarëve dhe të rinisë të Kosovës. Mbështetje për qeverinë ofroi dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza. Si kryetari i partisë më të madhe në opozitë, ai paralajmëroi shumicën në pushtet se PDK do të jetë gardiane e kushtetutës, do t'i rezistojë çfarëdo tendence që mohon gërmën dhe frymën e kushtetutës. Do ta mbështesim çdo iniciativë që është në interes të qytetarëve dhe të shtetit, por njëkohësisht këtu në kuvend, në shesh dhe kudo para qytetarëve do të mbrojmë interesin publik dhe shtetëror të Republikës Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.